Jemi në oborrin e Institutit të Mjekësisë Ligjore, ku punimet për renovimin e këtij objekti ka filluar qysh në shtator të vitit 2024. Aktualisht jemi në prill të vitit 2026 dhe këto punime ende nuk janë finalizuar. Për me kuptu pse ka ndodhur vonesa dhe ku janë aktualisht punimet, na kemi me taku ushtruesin e detyrës së IML-s Agron Faqe. Drejtara na tregon sa ka kushtuar në total projekti për renovimin e objektit të IML-s edhe kush e ka financuar. Financimi është nga Ministria e Drejtësisë, kostoja totale është dikon rreth 814.000 euro. A në tregon kur kanë filluar punimet? Punimet realisht kanë filluar në shtator 2024, kontrata është nënshkruar në shtator 2024, mirë po punimet kanë filluar më vonë për shkak të mungesës së hapësira për zhvendosjen e stafit të IML-s. Se nuk është kryer me kohë? Ju thash, domethënë nga shtatori deri në mars nuk kemi pas hapësira për me u zhvendos stafi. Realisht nga Ministria e Drejtësisë na janë ofruar disa alternativa, mirë po për zhvendosje komplet nga IML-ja në një vend tjetër, mirë po për shkak të natyrës punës dhe sensitivitetit edhe të pajisjeve kemi pas realisht të pamundur me u largu komplet prej objektit. I kemi sallën e autopsisë, i kemi pajisjet edhe gazrat në laborator që janë të instaluara dhe nuk ka mundësi me u vendosur në një ambient tjetër. Kjo ka qenë arsyeja që u dashur me qëndru faktikisht në këto hapësira. Po. E kur pritet më u finalizu punimet që me vazhdu puna e IML-s? Realisht kati i parë është përmbyll, është përmbyll me punime, stafi janë vendosur, po pritet që rreth 3 deri në 4 javë me u përfundu edhe pjesa e katit përdhes dhe me u funksionalizu komplet objekti. A hi mrena dhe na tregon ku janë kryer punimet? Patjetër. Tash, çto i bie kati përdhes? Këtu kati përdhes, po. Kjo pjesa hyrëse, realisht që e diskutuam pak edhe për pjesën e fasadimit që është i jashtëm. Po. Nuk ka qenë pjesë e projektit, mirë po për shkak të zjarrit është dëmtuar, mandej është ngjyros. Pjesa e përparme dhe pjesa anësore nga lindja. E ku kon pjesa ku është përfshi për zjarrit ajo atje, a? 2 zyrët në fond, 2 zyrët mbi laboratorin e toksikologjisë. Mirë po ka pas dëmtim pothuajse në të gjithë katin e parë, sepse zjarri ka qenë shumë masiv. Realisht kjo është hyrja kryesore në institut. Tani jemi në katin përdhes. Kjo është pjesa ku realisht ka punime dhe pjesa e shkallëve dhe pjesa e katit parë ku kanë përfunduar punimet. Kjo është kati përdhes ku ende ka punime, ju thash, dikon 3 deri në 4 javë pritet me u përmbyll gjithë procesi i renovimit. E çfarë ka po më pas zyre këtu a laborator, a çka është e parashkuar? Kati përdhes është i vendosur laboratori toksikologjisë, laboratori histopatologjisë, salla autopsisë, si dhe salla e ekzaminimit klinik. Ky është kati i parë, realisht kati ku kanë përfunduar punimet. Faktikisht tu i kemi hapësira të ndara, kjo pjesë është për ekspertët mjekoligjor. Këto janë zyret e reja, është një komoditet. Edhe kjo pjesë është e funksionalizuar, a? Po, kjo pjesë është e funksionalizuar. Mandej e kemi pjesën e zyrës së drejtorit të përgjithshëm, edhe stafit në ndihmës. Po. Zyra në anën e majt është e stafit në ndihmës. Kjo është hapësirë për drejtorin dhe stafin në ndihmës. A na tregon ku është salla autopsisë edhe ç'është është gjendja aty? Salla kryesore autopsisë është e vendosur në katin përdhes, është momentalisht në renovim sipër, pritet rreth 3 deri në 4 javë me u funksionalizu. Aktualisht jemi duke shfrytzuar sallën ndihmëse
e cila është pjesë e aneksit të objektit të IML-s, e cila nuk ka qenë pjesë e renovimit nga ky projekt. A mujmë më shkojmë i vizitojmë? Po, patjetër, tani shkojmë i vizitojmë 2 sallat, edhe sallën kryesore të autopsisë, edhe sallën cilën jemi duke e shfrytzuar momentalisht. Domethënë ato janë në podrom. Janë në katin përdes. Këto janë shkallë emergjente, janë të vendosura më herët, saktësisht nuk e di kur, mirë, po janë të vendosura kohë më parë. Po nuk janë pjesë, nuk janë para parë të ndërruan gjatë procesit të renovimit. Po sigurinë e këtyre shkallëve po e shihni edhe vetë, po më janë shkallë montuese të hekurit. A janë përdor këto prej stafit? Po, janë përdor, domethënë janë përdor pasi objekti është djegë. Një pjesë e aneksit është shfrytzuar nga stafi. E kemi improvizuar dhe sallën e takimeve, kemi bërë zyre, e këto shkallë janë përdorur domethënë edhe si hyrëse në objekt për një periudhë të shkurtë kohore. Këtu e kemi pjesën hyrëse për morg edhe pjesën hyrëse për sallën kryesore të autopsisë. Pjesa aneksit është pjesën e djathtimën, ku është vendosur salla ndihmëse autopsisë, ku realisht e shfrytëzojmë deri në moment të renovimit komplet të sallës kryesore të autopsisë. Ka pas raportime që edhe me kanalizim keni pas problem, është bllokuar ose diçka e tilla, na tregon çka ndodh konkretisht, ku është ajo pjesë? Paralelisht pjesën e aneksit, e cila ju thash më herët, nuk është pjesë e renovimit. Salla ndihmëse nuk ka qenë pjesë e renovimit të këtij projekti. Ne e kemi shfrytzuar gjatë kësaj periudhe renovuese si sallë alternative për kryerjen e autopsisë. Ka pas 2 herë, domethënë është bllokuar kanalizimi. Në këtë pjesë këtu që po shihni që ka ndodhur bllokimi, i kemi thyrë 2 kompani, faktikisht në bllokimin e parë kompania pastrimi, mandej e kemi kontaktuar edhe një kompani tjetër, mirë po ky problem është sanuar. Edhe ne realisht i kryjmë dikon rreth 400 raste të autopsisë brenda një viti. Në kushte normale, nëse salla e autopsisë është funksionale, duhet me qenë edhe kanalizimi funksional. Realisht pjesa e bllokadës së kanalizimit ka ndodhur për periudhë të shkurtë kohore. Është bllokuar kanalizimi, është kontaktuar kompania, është ardhur kompania dhe është bllokuar kanalizimi. Atë ditë që është bllokuar kanalizimi kemi pas 3 raste. Janë përfunduar të gjithat, mirë po janë përfunduar realisht me 1 orë vonesë. Kjo e gjitha ka qenë. E ky bllokim i kanalizimit është hera parë që ndodha, ka ndodhur më herët edhe a dini është problem këtu në këtë pjesë, ku ka qenë problemi i bllokimit? Të jemi të qartë, pjesa që është bllokuar kanalizimi është pjesë e aneksit, domethënë jo objektit kryesor të IML-s, jo sallës kryesore të autopsisë. Domethënë është pjesa që ne e shfrytëzojmë në raste emergjente, siç ka ndodhur tash gjatë periudhës së renovimit, ne jemi duke e shfrytëzuar sallën ndihmëse. Ka ndodhur, domethënë është hera e dytë që bllokohet normalisht për periudhë të shkurtë kohore. Domethënë 1 orë është bllokuar kanalizimi dhe është liruar kanalizimi. Përndryshe, në rast se bllokohet kanalizimi për periudhë të gjatë, realisht nuk ka kushte për me u përfundu autopsia. Atëherë po vazhdojmë në sallën kryesore të autopsisë, e cila është në renovim me sipër. Është salla kryesore, domethënë është kjo hyrje shfrytëzohet faktikisht për futjen e trupave dhe daljen e trupave pas kryerjes së autopsive. Këto ja? Po. Kjo është pjesë në renovim me sipër, domethënë jemi në pjesën e sallës kryesore të autopsisë. Kjo është pjesa ku futen faktikisht dhe dalin trupat pas kryerjes së autopsisë. Kjo është salla kryesore e autopsisë, e cila është ende në proces të renovimit. I kemi realisht 2 tavolina punuese, e kemi në pjesën këtu, një tavolinë punuese, edhe në pjesën e majt, e kemi këtu një tavolinë punuese, si dhe kemi pjesën e auditoriumit për student. Ne kemi edhe katedrën e mjekësisë ligjore,
studentët e fakultetit të mjekësisë, dega mjekësi e përgjithshme dhe stomatologji e kanë lëndën e mjekësisë ligjore, domethënë. Edhe po aty e shohim. Po prej lart munden me pa punimet në trup. Kjo pjesë pra është në renovim. Aktualisht ku i kryeni punë të autopsisë për shembull? Autopsitë kryhen në pjesën e sallës ndihmëse e cila është në aneks. Okej, a shkojmë atë? Aneksit. Po, tani po shkojmë në pjesën e aneksit. Ju thash edhe më herët, pjesa e aneksit, salla autopsisë, në pjesën e aneksit nuk ka qenë pjesë e renovimit gjatë këtij projekti. Po edhe kjo përdoret përkohësisht. Kjo është për momentin. Kjo është salla përkohshme pra autopsisë ku i kryeni punë, ha? Kjo është salla ndihmëse autopsisë, domethënë pjesa e aneksit ku realisht nga fillimi i projektit të renovimit e deri tani jemi duke funksionuar me këtë sallë të autopsisë e cila gjendet këtu prapa meje. Po shpresojmë, po besojmë që realisht 3 deri në 4 javë edhe mandej shfrytëzojmë sallën kryesore të autopsisë. Realisht kjo është salla ndihmëse autopsisë. Këtu ka qenë e bllokuar kanalizimi për periudhë shkurtë kohore. Kjo është pjesa ku kryen në autopsitë. Është dukshëm më vogël në raport me sallën kryesore të autopsisë. Pesheni, domethënë është tavolina punuese realisht kjo pjesë e kanalizimit. Kjo është pjesë që ka ndodhur bllokada, mirë po për periudhë të shkurtë kohore. Kjo realisht është sallë dukshëm më e vogël, mirë po është sallë, du thashë ndihmëse, e cila, po them edhe një herë, nuk ka qenë pjesë e renovimit të këtij projekti. Domethënë është e përfunduar më herët. Po i them, kemi pas 3 raste ditë. Ato 3 raste janë kryer, domethënë rreth orës 1. Zakonisht puna fillon pas pranimit të urdhëresës nga prokurorët 8 deri 9 fillon procesi i autopsive, dhe të kemi pas 3 autopsi komplet, 3 autopsit janë përfunduar dikon rreth orës 12:30. Kjo është pjesë e morgut. Po. Pas kryes autopsisë në sallën kryesore, del trupi edhe vendoset këtu, mandej transportohet për ceremoninë e varrimit. Mira, na tregon drejtor kur përfundimisht kanë u kry punimet edhe kur ka mu funksionalizu në tërësi objekti? Po presim ju e pat, realisht është përfunduar rreth 90% e punëve, 90% e punëve në katin përdes dhe në podram, kështu që për 3 deri në 4 javë po presim me u përmbyll komplet procesi i renovimit. Mirë, dim që ka pas probleme me zjarë 2 herë, i më leja. Po. A keni marrë masat kundër zjarrit? Me këtë pjesë janë marrë pjesa e inxhinierëve në Ministrinë e Drejtësisë, si pas tyre, të cilët janë ekspertë të fushës, sistemi antizjarë është prej më të përsosurve.